Kryeministri Kristian Mickoski i sugjeron Bashkimit Demokratik për Integrim që t'i kthehet agjendës së gjelbërt sepse duke vrapuar do të ju kthjellohet mendja me ide më kualitative. Ky koment pason pas deklaratës së dieshme të kreut të BDI-s Ali Ahmetit, i cili tha se pozita e shqiptarëve në vend është si para vitit 2001. Mickoski thotë se ata nuk i ndajnë qytetarët në baza etnike, por në sa të ndershëm dhe lojal janë. Ne nuk i ndajmë qytetarët, kemi shoqëri multietnike të cilën duhet ta kultivojmë dhe ashtu do të vazhdojmë. Ne i ndajmë qytetarët në ata të ndershëm dhe lojal, të cilat japin vlerë shtesë vendit, respektojnë ligjin dhe kushtetutën, dhe ata që nuk i respektojnë dhe që duhet të përgjigjen para kushtetutës. Nuk ka këtu ndarje etnike apo politike. Këtë e treguam edhe në vepër. Një njeri nga rrethi im më i ngushtë është arrestuar. Një përgjigje për Ahmetin e kishte edhe zëvendës kryeministri Izet Mexhiti. Ai tha se Ali Ahmeti nuk ka kredibilitet të flasë për përfaqësim moral të shqiptarëve. Edhe pse kjo qeveri nuk i ka numrat e dy qeverive të kaluara, do të thonë ku mbaraj, do të thonë qeveria ishte në këmbë të Çelçit, edhe Kovacevskit edhe Zaevit, edhe përkundër kësaj zoti Ahmeti nuk e shfrytëzoi këtë për të mirën e shqiptarëve, nuk e shfrytëzoi për avancimin e shqiptarëve, nuk e shfrytëzoi as për projekte kapitali infrastrukturës siç është ky sot në Tetov. Një ditë më parë, Ahmeti duke deklaruar se nuk është as pak e vërtet se Taravari kalon në BDI, foli për qeverisjen aktuale dhe zhvillimet në vend. Çështja shqiptare sipas tij është degraduar dhe shqiptarët në Maqedoni janë në situatën si para vitit 2001. Ai shtoi se shqiptarët kanë humbur pozicione shumë të rëndësishme në shtet dhe për këtë theksoi se bashkëqytetarët Maqedonas nuk duhet të krenohen sepse çdo mposhtje e shqiptarëve provokon situata të reja në vend.